Gjatë qëndrimit në ferma VIP, poetja e njohur Mimoza Ahmeti na ka treguar një shpirt të bukur, plot ngjyra, humor por edhe mendime të forta. Teksa bisedonte me fermerët, ajo hapi zemrën, duke rrëfyer një histori prekse të ndodhur 2 vite më parë, humbjen e nënës së saj. E përlotur, Moza ka treguar se nëna e ndorroi jetë teksa ndodhej në Amerikë dhe për shkak të mungesës së vizës, ajo nuk mundi të shkonte të jepte lajm të mirën e fundit. Ndonso përpoq të aplikojë për një vizë urgjente, u përball me një refuzim, pasi në rregullat e ambasadës arsyeja që ajo u paraqit, pra humbja e nënës nuk ishte një rast urgjent dhe që të mund të merrte vizën për të shkuar. Mami më ndroi jetë para 2 vitesh në Amerikë. Mirë po ishte krejt e papritur, nuk isha vizë amerikane, se gjithmonë më pyesin pse ndonjë këtu dhe nuk shkova atje. I bie në telefon aty dhe i them që më ka vdekur mami. Del njëra që më njihte dhe tha, gjithë jetën kam pasur simpati për ty. I thash kam hallin kështu, duhet të hiqi shpejt. Ajo më tha që kjo nuk hyn tek çështjet urgjente, por apliko. Ktu kuptova konceptin. E kam ndërmend, inshallah po e marr ndonjë lek që të aplikoj. Tregoi Moza ndërkohë që Jonida i premtoi që kur të dalin nga ky format, do të përpiqen të mundsojnë poetës vizën amerikane me qëllim për të vizituar vendin, ku nëna e saj po prehet prej 2 vitesh. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.